Mirë se u rikthyet në rrezen ton, ajo që ka na duhej tani ishte një kafe. Një kafe për të marrë më shumë energji, sepse nuk e kisha pirë në fakt dhe vetë ditë ne duhet t'ja bëjmë qefin vetes apo jo Albana me një kafe. Po, di qefin vetes ja bëjmë, po nuk e bëjmë t'ja bëj qefin vetes unë dhe Piniki. Hajde tash ti. Një lavazza me një aromë intensive, me një kremozitet të jashtëzakonshëm dhe me një shije perfekte për ta nisur ditën mbar edhe për ta shijuar kafen ashtu siç duhet. Ja dhe një foto që më bën. Ose të pash një pozicion shumë të bukur. Ndërkohë, disa karakteristika. Pse ky ekspres është një ekspresim më i mirë që duhet të shijoj kafen? Ledi po na filmon disa prej kapsulave Modomio të lavazzës. Çdo gjë është e dizenjuar siç e shihni me përpikmëri, që nga temperatura përgatitjes së kafes, ekstraktimi i avasht, presioni i ujit, kombinimi i tyre me teknologjinë e përdorur në kapsulat Modomio, duke u përgatitur një kafe që e ka zili edhe një barist profesionist. Makinat dhe kapsulat lavazza Modomio vini jetë nga përvoja dhe pasioni lavazzës për kafen dhe është studiuar deri në detajet më të vogla duke filluar nga dizajni i makinerive si edhe teknologjia e kapsulës. Makinat dhe kapsulës e kafes Modomio nuk bëjnë kompromis, ato ju shërbejnë cilësinë më të mirë nga ekspresi i parë dhe deri tek i fundit. Mund ta përdorni në çdo formë, edhe në kafen moka, në paketimet e përshtatshme për në espresso, për aparaturat e tjera, pra ju jep larmishmëri shijesh, siç e shihni, në vazon ton të mbushur me kapsulat Modomio, sepse përmbajtja e kafes brenda, lavazza, ju bën që ju të respektoni shijen e gjithkujt në familje. Për shembull, unë sot mora një prej kapsulave Augusto Mio, Albana e donte rosa, do t'ja bëjmë pak më vonë. La luna rosa. Nese, të bëjmë përmbledhjen e supës tani se... Po, bëj përmbledhjen e supës edhe unë të filloj me kafën e supës. Ne do ta servirim pak më vonë supën, që të jetë ajkosur mirë dhe të ketë marrë gjithë elementet që duhet. Kështu që edhe një përmbledhje të fundit, për ta përmbyllur me recetën e parë, që të kaloj më pas direkt tek pjesa tjetër. Një supë verore me perime të freskëta dhe erza. Kemi përdorur një qep të njom, 2 karota, një kungull të njom, një patate të vogël, 100 gram bizele të freskëta, një domate, 2 lugë vaj ulliri, 700 ml ujë ose lëng perimesh, krip piperi zi, rigon, majdanos të freskët. Supa është në momentet e fundit, ne do kalojmë tani tek receta e dytë. Çfarë do na gatuash tani? Pas kemi pet sfoliat. Mo ka një sy. Ma ka një bel, të këput fare për pi kafen. Ja ta jep këtë efektin kafja në fakt. Dëgjon, nëse është për të shtuar bukurin, të lutem dua 2 kafe. Po 2-3 janë mjaftueshëm për ty. E po në rregull pra. Një të ëmbël, një lavazza ready to drink, nga është pëlqeu shumë cappuccino, po më vonë, tani se kemi punë. Tani do fillojmë me disa, unë i themi dhe byreçka të vogla me sfoliat. Por, mbi të gjitha, përpos gjithave këtyre, kam përbërësin që dua të bëjmë me prosciutto edhe me pikant. Pikantin e mora tani faktikisht. Mund të bëhet me pancet, bacon, por në momentin e fundit, përderisa unë kam shtruar pak spec djegës, e që më duhet spec djegës mua këtu, nuk është dimër, që duhet të nxem, për largoj, ja. Edhe pak të salamin këtu. Është edhe pikant. E ka i sa duhet atë shijen pikante. Ma jep atë shijen e duhur, të lë pak atë ëmbëlsirën në fund fare, pra besomëni, më ndiqni hap pas hapi, follow me. Dikur kur në emisionet e parë në TVSH u hap emisioni i parë i gjuhës angleze, edhe ishte follow me. Edhe ne që të gjithë e ndiqnim dhe urishim. Pra, edhe ju të gjithë sot anvi, sa më shikoni, ato që na ndjekin, urojmë që çdo ditë më shumë, të na ndjekin sepse vërtet do jemi një. Sot bëni këtë piten, është shumë e duhur, është për kalamajt, është për mbazdite, është për paradite, është për mëzvakt, është për në drek, që ta shoqëroni me kos. Po në darkë atë nga ora 6 patjetër që po. Shikon që jam ndërgjegjësuar. Gjithsa po. Deri nga ora 6 mund të konsumojmë 7 maksimumi. Dhe padyshim që rëndësishme është çfarë konsumojmë dhe çfarë kombinojmë tek ushqimet. Për tretjen po flas. Ndonjëherë dukemi sikur s'po tret mirë jo të metabolizmi, por ja dhe disa gabime që ne vetë njerëzit i bëjmë, që nga kombinimi gabuar kemi thënë këtë, qofti frutave, qofti i perimeve.
se jo të gjitha kombinohen bashkë. Në ka në i vasë, në i moment. Tani, ti bën gahati. Këtu, për shumë, mos u shqetësoni, nuk bëni asnjë gabim në kombinim. Urdhëra, shiko? Pra i ka të gjitha erzat vet, ja, kuptohet. Unë këtu do heqi lëkurën. Pika, dua unë të heq lëkurën pas syze. Ja, rite. Po shta që kollajshme, pra kam menduar, pra. Ja, në cep këtu, por në kushtet të tjera, pas syze nuk bëhet të gjë. Ne kemi shtuar pak më tepër. Po, sepse kam shtuar dhe petën më tepër. Po, edhe pak pikant në këtë pjesë, 5 sfoljat të mbushura me djath dhe pak proshut. Çfarë proshut e zgjodhëm sot nga Isaj, zgjodhëm salamin sakson, pikant dhe proshutun e pullës, që e kemi nisur që javën e parë, kemi kujdesur në frigorifer me të, duke e mbështjell mirë me një letër ose me një qese telefon. Duke mbështjell mirë, ose gjem vetë të mbështjell mirë. Ja, si një bebi vogël. Po, është varianti, është varianti familjar, për biznese, në jep mundësim për varietetet të ndryshme. Isaj, duke patur parasysh gjithë vitet e eksperiencës që ka për të sjellë produkte me cilësi në rritje dhe larmishmërinë e tyre, si që shihni tek shporta jonë aty. Afër me pjesën tjetër. është shtuar edhe parizieri, është shtuar mortadela, janë shtuar... Do shtu edhe majdanozin këtu? ...në shportën tonë. Se e kam ku e kam, përse... Po. Ka që i dëmë. Kaq. E hoqa nga grindja, sepse nuk është produkt për të grindur, është produkt për të shijuar. Këto petët duhen hapur tani? Petët, asnjëherë mos të jenë të buta, sepse nuk do keni atë rezultatin e duhur. Ja, du t'i hapim me shumë delikatesë, sepse nga ngrirja që kanë qëndruar, edhe kur qëndrojnë shumë jashtë frigoriferit, pra jashtë ngrirjes, është problem, po. Është problem, as të ngrira nuk duhen hapur se qahen, këputen. Kështu që duhet jetë temperatura e dur edhe për petët sfoljat për t'i ruajtur formën edhe butësinë e tyre. Tani, edhe një pastrim sërish shumë të mirë, gjë që unë e bëra në kohën e reklamës atë gjë. Ja, ishim qesën. Fillojmë tani që t'i mbushim. Fillojmë. Djathim. Piper e krip, absolutisht jo, sepse I kam të gjitha. Niki, të lutem, do të shtosh letër tek tava. Let, me dorja. Ja, kështu. E gjithë kjo mas. Ja, më letë se e shtron, dora nuk ka. E disë është puna kur shkem në plazh dhe është ai plazhi I pastër dhe kanë filluar ta pastrojnë, ta krehin rërën. Si kur t'ishte kështu me vërtet. Mirë. Më atje në ishte në qikë në plazh në fundjavë. Është shtëpia jote. Si është gjendja ndej? Mirë, është mirë. Është mirë, po mirë pra. Mari kam të gjëra të fundjavë. Po. Aty të bregu, aty ku la nga la matë, zinotun. Çdo vit kur mbaron sezoni plazhit, unë them të shkoj në pishina do mësoj not. Po, e njëjta gjë është, kaq vite. Duhet të bëjmë një thirrje do një instruktor noti që t'ja mësojnë në albanët. Imagjino të mësoj dhe noti nuk mbahet pastaj. Mendoj që unë I bie Stërmbez Durrësi. Stërmbez Durrësi është turp. Cep. Është turp. Nuk të falet. Ja, nuk më falet. Që s'ke mësuar notin. Nuk më falet. E se zoti mësosh të gjitha të këndosh, të shkruash, të gatuash tani. Gjë do të mbetet trupës.
Ja, Ja, unë di mbaron shumë edhe të më këndoj. këtë. O, po nisja një këngë ti edhe do ta mbaj unison ty, ja. Ja, si që kemi në rregull. Shiko, një shtrim i duhur. Hop. Do të marr pjesën tjetër. Nuk të vendosësh sipër, nuk do të mbështillet ajo. Jo, me pse, Okej. fare, tha, gjëra të kollajta. Opa, këtu. Nuk kam vendosur asnjë gjë, nuk ka nevojë, është pec foliat dhe ka gjalpin vet. Absolutisht, Ja. i ka gjalp, vezë, miell. Të gjitha. Në thjesht do të bëjmë besoj prerjet që t'i japim forma individuale. Ne dylbit patjetër që I ke gati disa shirita, mund ta bësh ja, çik më këtu, tutje. op. Okej, ja. Një prerje shpejt bashkë me thikën ose një mjet të tillë që mund ta keni me thik, po unë e kam më kollaj. po. Kështu, për të ndjekur vizat unë ndjek. Po të ndjekim edhe ne me vëmendje. Mos i bëj vetë. Xhviza Të bëre. shtrembur. S'ka gjë. Ja, rite shumë mirë. Opa. Edhe kjo ka dalë çik më e madhe, po prit ashtu. Ti Mos u presim shqetësoni edhe në mes. fare, se Aq dhe tani. Dale se s'ka këtu. Ashti dhe fillojmë me avash. i ushqim që merret shpejt e shpejt me vete, edhe në plazh. Këtu. Edhe një lloj antipaste që mund të bëhet. Sola brëmë, ase veshmoj për hatrin e ti. Kështu do ta këndoja në shtëpi, se si? Mendoj se Doria në shtëpi pa Poshtë i ke kënduar. shumë të ngrota. Eh? Këto notat poshtë i ke shumë të ngrota. Këto më thua ti mua dhe më vdes fare. O bura, Një kështu me ato notat lartë, ta provojmë. Një ditë. Operistikja. Një ditë do ta kap një ditë, mos e Ta kapësh? Po, patjetër. O, do ta kapu, do më kapi një nga këto dyja. Pra, me 2 pesa, sa i bje? 4 kemi këtu. Ja, këtu, më na duhet edhe një taf tjetër, thua? Por, shumë mirë të tilla mund t'i vendosin në ngrirje. 18 copë, me Mund t'i vendosin në ngrirje. Edhe ja që i keni. O, Niki, ma shikuj që ka të përuin. Për masat, po, për masat e tyre do të dyfishohen, sepse është peta sfoliat me vezët që e jep këtë. O, palace këtë, këtu, ja. Opa, mos u shqetësoni fare. Ai që më njanë edhe supën, lëm të qetësohet, që më pas ta shërbejmë tek pjata e vetë. Përmbledhim së bashku çfarë po përgatisim për anvisat që sapo hynë në shtëpi, kanë ndezur televizor, janë duke na ndjekur, po përgatisim 5 foliat të mbushura me djathë dhe me prosciutto. Kemi marrë 1 ose 2 5 foliat, mjafton të kujdeseni që të hapni dhe të ruani formën e saj, 100 gram djathë kachkavall, 100 gram prosciutto, një vezë për lyerje në fund fare, pak piper ose spes djegës, susam si pas dëshirës për t'ja vendosur pas vezës, pra vezën dhe pastaj susamin. Ne tani këtë proces do ta zhvillojmë, duke thyer një të verdh veze, duke lyer vazhdojmë me pjesën tjetër. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të hapësirës së gatimit për të përfunduar byreçkat tona, të petës foliat të mbushura me djathë, me prosciutto, me erza. Po i lyejmë shumë pak, një shtres të hollë me të verdhën e vezës, ose dhe vezën e plotë që keni, për t'i dhënë ngjyrë, shkëlqim, një pjekje të mirë. Sa është temperatura e sobës? 220. Ta ulim pak. Sa është temperatura e furnaltës? Sa është temperatura jashtë? Këse dim, këtu jemi freskët pak të. Pa.
30, 28, aq mund tjetë? 35, wow, 35 shënon. Susan, për spërkatje. Jo, i pjekur. Një ki mere këtë direkt vendose në furrë? Me do dhe pjesën tjetër, se kemi shumë orek sot edhe kemi disa. Imagjinoni, ato do të dyfishojnë pastaj volumin në furrë në pjekje, të bëhen krokante, me një shirë shumë të mirë, dhe ja një mënyrë, një ide për sot. Si shte zirë supa që vendose përsëri në sopë? Qa po i bën tani, po i vendose dhe pak. Më të fuqishme. Shtresa poshtme me vezë, si kur i ngjit të mbushje. Shëndet. Për vetin të shabat. Shëndet. Shëndet paç. Edhe apo direkt? Po i vendos tani të piqen në pjesën tjetër. Në pjesën tjetër të furrës. Edhe byreçkat që do t'i lëmë edhe pak, kemi tavën tjetër. Praktikisht, por për anvisat e meritojnë që ne ti tregojmë tavat tona që kemi përgatitur. Kemi kaluar të këto byreçkat me 5 sfoljat, mund të merrni 1 ose 2 5 sfoljat, në varësi se sa antar jeni në familje. Dhe pastaj, ne ju dham një ide për t'i mbushur. Shifini me çfarë kemi mbushur, lexojmë së bashku recetën dhe ju e fotografoni ato ose i shënoni produktet në bllokun tuaj të recetave. Tashmë është bërë një blok i madh, ka anvisa të cilat na kanë bërë shumë qefin duke na treguar. Madje do ishte shumë interesante që ndonjëra prej tyre dhe të vinte në studio të na tregonte atë bllokun se çfarë kanë shënuar me recetat. Këtyre viteve në fakt. Kemi 5 sfoljat, 100 gram djath kaçkavall, 100 gram proshut, një vezë që lyejmë petët sipër, pak piper ose spec djegës dhe susam sipas dëshirës. Tek pjesa e proshutës ne kemi fatin që kemi kompaninë e saj, por dhe ju mund ta keni këtë kënaqësi sepse në çdo supermarket mund të zgjidhni produktet e shportës që i saj mendon, mund të zgjidhni proshutën, mund të zgjidhni sallamin sakson që zgjodhëm ne që ka një shihet pak pikante, aq sa ç'duket që mund ta durojnë të gjithë. I mbushni, i jepni këtë formë pak susame dhe vezë sipër dhe është fantastike. Dhe ëmbëlsirën pastaj që nuk do ta quajmë thjesht ëmbëlsirë, por është një vakt i mëngjesit për shembull, me një gotë lëng, me kafen, me kapuçinon, që të bëftë mirë. Ne përshëndetemi nga kuzhina.